Unë jam Tani Thanasi dhe kërkoj një nuse për të martuar. Edhe e dua të jetë e krishterë dhe e fortë dhe shëndetshme. Të ketë shëndet seksual, shëndet fizik dhe shëndet shpirtëror. Të ketë aromë gruaje, të ketë aromën e gruas, të ketë aromën e një femre. Për këta, për lutem Zotit, dhe Zoti do më përgjigjet, por dhe të arrisë me shpërgjigjur sepse këto punë bën avash, nuk bëhen me njëherë, sepse bëhet fjalë për një familje, bëhet fjalë për një martesë, bëhet fjalë për dy kurora dhe dy unaza dhe dy trupa që do të bashkohen dhe do të bëjnë një trup i vetëm. Biblia thot nuk është të mirë që njeriu të jetë vetëm. Nuk është të mirë që njeriu të jetë i vetëm. Imagjinoni sikur Zoti Perëndia i universit të krijuar ta kishte krijuar femrën nga koka, ajo do ishte me burin, por krijua nga qafa që ta mbaj burin dhe familjen dhe shtëpinë dhe fëmijët dhe çdo gjë. Prandaj unë lutjen time përdor kodin qafa që mban kokën. Ky kod është nga kodet mesianik, që nuk ka shkruar Bibël, Biblia nuk e ka, por qarkullon ndër ne të krishterët. Po Biblia ka të tjera gjëra që janë me të njëjtin kuptim, që kanë të njëjtin kuptim. Imagjinoni për një çast sikur femra që ti ishte krijuar, Zoti ka kishte
Perëndia ta kishte krijuar nga këmba. Ajo do ishte shumë e shtypur. Ajo do ishte më poshtë se buri. Por Perëndia me genialitetin dhe me zvarësinë e pamatë që ka, e krijoi nga brinja e majtë që t'jenë të barabartë. Amen.